Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Krijova një marrëdhënie të fshehtë me Njerkun. Isha 18 vjeçe kur fillova të ngatroja mirësinë me diçka tjetër. Nuk ndodhi menjëherë, nuk ishte si në filma, as si histori që tregohen fshehurazi. Ishte e qetë, e padukshme dhe pikërisht për këtë arsye shumë e rrezikshme. Ai quhej Arbeni dhe ishte Njerku im. 50 vjeç pothuajse, gjithmonë i qetë, gjithmonë i matur. Kishte qenë aty që kur isha fëmijë, jo çdo ditë, por mjaftueshëm sa fytyra e tij të mos më dukej e huaj. Kur u rita, fillova ta shija ndryshe, ose ndoshta fillova ta shija veten time ndryshe. Pas vdekjes së babait tim, shtëpia jonë u mbush me heshtje. Nëna ime u mbyll në dhimbjen e saj dhe u mësova të rrija e fortë. Të paktën kështu mendoja. Arbeni pasi krijoi lidhje romantike me maman time vinte shpesh. Ndihmonte për gjërat praktike në shtëpi, rregullonte diçka, pinte kafen, me mua fliste ndryshe, jo si me një fëmijë, por as si me të rritur. Ishte një e mesme art që më bënte të ndihesha e veçantë. Më dëgjonte kur flisja për frikën time nga e ardhmja, për pasigurinë, për ndjenjen se nuk i përkisja askund, ai nuk më ndërpriste, vetëm dëgjonte. Dhe unë që nuk isha mësuar të dëgjohem, fillova të prisja atë vëmendje. Ngadalë, mendja ime filloi të krijonte një histori që nuk ekzistonte. Çdo fjalë e tij më dukej më e rëndësishme se sa ishte. Çdo buzëqeshje ishte një shenjë. Fillova të mendoja për të më shumë se ç'duhej. Dhe një ditë, pa e kuptuar, e quajta atë ndjenjë dashuri. Por e vërteta ishte tjetër. Ishte nevojë, ishte zbrastësi, ishte mungesë sigurie që kërkonte një formë, dhe mendja ime, e papërvojë, i dha asaj formën e gabuar. Kur më në fund ja thash atë që ndjeja, ai heshti. Nuk u afrua, nuk u zemrua, më pa me një lloj trishtimi që nuk e kisha parë kurrë më parë. Kjo që ndjen nuk është ajo që mendon, më tha. Dhe nëse do ta lejoja të bëj diçka tjetër, do të lëndoja. Ajo fjali më theu më shumë se sa një refuzim i ashpër, sepse për herë të parë dikush vuri kufi për mua, dhe jo kundër meje. Pas asaj dite u largova, jo fizikisht me njëherë, por emocionalisht. Fillova të shoh gjërat me qartë. Kuptova sa lehtë mund të ngatrohet afërsia me dashurinë, sidomos kur je i ri dhe i papërvojë. Sot kur e kujtoj atë periudhë, nuk e gjykoj veten ashpër. Isha duke mësuar dhe mësimi ishte i vështirë, por i domosdoshëm. Dashuria nuk lind nga bëshllëku, dhe ajo që lind nga nevoja për të mbajtur nuk është dashuri. Është thirrje për shërim. Unë u rita, jo sepse fitova diçka, por sepse mësova të dalloj çfarë më bën mirë nga ajo që vetëm duket se më shpëton. Dhe kjo për herë të parë ishte një fillim i vërtetë.